Turizmi nuk mund të arrijë potencialin e tij apo të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm pa rregulla dhe plane të qarta institucionale, pa ecur në hap me risitë e shpejta në teknologji dhe IT, investimet e duhura dhe mbështetjen e fortë nga sektorë të tjerë që ofrojnë shërbime mbështetëse për sektorin. Projekti Rec for All, kapitalizmi duke transferuar në territorie të reja modelin e mbrojtjes së trashëgimisë tonujore nëpërmjet digitalizimit dhe valorizimit të saj si një ofertë e re turistike, solli ekspert vendas dhe të huaj në një tyrezë që bëri bashkë autoritetet të larta edhe përfaqësues të biznesit. Në këtë aktivitet mbajtën fjalën e tyre edhe partnerët dhe specialistët vendase të huaj. Tatiana Mohilli, përfaqësuese e UNDP Albania, foli rreth turizmit në rajonin e Vlorës të lidhur me zonat e mbrojtura. Shqipëria është një zonë me një biodiversitet shumë të lartë, kemi numër të lartë speciesh qoftë të faunës apo dhe të florës. Dhe për këtë jemi një destinacion i veçantë dhe një zonë me kërkesë shumë të lartë për sa i përket turizmit natyror. Por sëmundmi kësaj pakete i shtuar edhe turizmi kulturor dhe ai në New York, që është edhe objektivi i takimit. Shqipëria aktualisht ka një shtrirje me zona të mbrojtura prej 21.7% të territorit. Dhe kur flasim për 21.7% territorit, flasim për territori me vlera më të larta natyrore edhe kulturore, si të ndërthuara së bashku. Rrjedhimisht edhe zhvillimi i turizmit është shumë i lidhur me këto zona. Rajoni i Vlorës, dhe jo vetëm bashkia e Vlorës, por gjithë qarku i Vlorës, ka një pasuri të pamas në këtë drejtim, dhe në mënyrë të veçantë ka zonat e para të mbrojtura në nivel kombëtar, përfshi Parku Ndërtar të Karobrus Sazani, të shpallur në vitin 2010, dhe së fundmi paketës i shtuar edhe Parku Natyror i Porto Palermos, i shpallur në vitin 2022. Ish zëvendës komandanti Artur Meçullari referoi mbi trashëgiminë nënujore në gjirin e Vlorës. Pasuritë nënujore janë të padukshme dhe ato duhet të eksplorohen dhe kanë mundësi të eksplorohen. Gjiu Vlorës është gjiu me trashëgimin më të pasur nënujore në Shqipëri. Ju do ta shikoni, në qoftë se në territorin, në gjithë hapësinë shqiptare kemi një anije për 50 km2, në gjiun e Vlorës kemi një anije për 11.7 km2, që do thot intensiteti është i lartë. Në njëjtën kohë, kjo dhe për arsye sepse rrugët e komunitetar përcaktojnë luftën det tot Mahani, që do thot 50% e anijeve italiane të mbytura në Shqipëri janë në gjiun e Vlorës ose në rrugkalimin Vlorë-Brindisi. Pra 50% e anijeve italiane. Pra kemi një pasuri të jashtëzakonshme e cila mund të shfrytëzohet, por pa njohur historinë. Një anije mbytur ka vlerë, jo vetëm kur është në pozicion të mirë që mund të arrihet, por dhe kur ka histori. Sa më shumë histori të ketë anija, aq më shumë e vlefshme është për turistët. Ju mund të shikoni, për shumë Poja është një nga anijet më të vizituara. Jo vetëm për pozicionin, por ajo është lidhur me Dacianën, me historinë e Dacianës dhe gjithmonë më shumë njerëzit janë të interesuar të i eksplorojnë në lidhje me ponë. Po në Vlorë ka shumë anije. Darko Kovačević, profesor nga Universiteti i Malit të Zi, e vendosi theksi në veçanti tek bashkëpunimi ndërkufitar për diversitetin e turizmit të Adriatikut përmes teknologjive të reja. Sipasi menaxhimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore nënujore, si dhe zinxhiri i vlerave të turizmit dhe trashëgimisë kulturore nënujore për krijimin e një oferte turistike inovatore në territoret e rajonit të Adriatikut dhe Jonit, është mjaft me rëndësi. Përfaqësuesja e Selim Albania, Valeria Paracina, referoi për shtigjet blu dhe zhvillimin e turizmit të ndetës. Sipas saj, ky hulumtim synon që të nxjerrë në pa fushat me interes të veçantë në fushën e aktiviteteve reaktive të zhytjes që mund të shërbejnë për të zhvilluar turizmin nënujor. Zona e Porto Palermos gëzon një formë që përshtatet në mënyrën më të përkryer për këto aktivitete. Promovimi i aktiviteteve në zonat e mbrojtura bregdetare, tërheqjet nënujore, zhytjet krijuese në jug të vendit, udhëtimet dhe turet në rajonin e Vlorës, ndarja e përvojës nga bashkëpunimi me operatorët turistik është diskutuar në këtë aktivitet, ndërsa u theksua se është gjithnjë evident se ekonomia e vendeve të rajonit të Adriatikut ka përparësi natyrore, e cila mund të bëhet një komponent vendimtar në zhvillimin e rajonit. Aktiviteti synon të eksplorojë zinxhirin e vlerave të turizmit dhe të kulturës për krijimin e një oferte turistike inovatore në këto territore, duke promovuar atë si një aset të qëndrueshmërisë ekonomike e rajonale.